Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku, këto janë 4 vitaminat që çdo grua duhet të marrë çdo ditë. Gratë dhe vajzat duhet të tregojnë kujdes për të gjithë ushqyesit e nevojshëm në çdo fazë të jetës së tyre. Nevojat për vitamina dhe minerale varen pikërisht nga këto faza të ndryshme të jetës. Këto nevoja për vitamina dhe minerale fillojnë që në rini dhe gjatë gjithë jetës, pra para dhe pas menopauzës. Në këtë video ju do të mësoni më shumë për suplementat më të rëndësishëm që çdo grua dhe vajzë duhet të marrë çdo ditë për një funksion sa më të mirë të organizmit. Acidi folik. Acidi folik është thelbësor për shëndetin e një gruaje. Kjo vitaminë e kompleksit B ndihmon në formimin e qelizave të reja, gjë e cila kërkon një ritëm më të shpejtë gjatë shtatzanisë. Acidi folik. Acidi folik gjithashtu shmang defektet e fetusit dhe njëkohësisht ai është më i dobishëm për rritjen dhe për zhvillimin e tij. Një grua ka nevojë për 400 mikrogram acid folik në ditë. Gratë shtatzëna ka nevojë për deri në 600 mikrogram acid folik në ditë. Sipas ekspertëve, ju duhet të përdorni edhe vitaminë D. Me kalimin e kohës, gruaja përballet me ndryshime vërtet hormonale, por edhe me një shëndet më të dobët të kockave. Gratë janë më të rrezikuara nga osteoporoza dhe nga kockat, si edhe thyerja e tyre. Përpasoj, ato kanë nevojë për vitaminën D, e cila gjithashtu ndihmon në përthithjen e kalciumit. Doza ditore e rekomanduar e vitaminës D është 600 njësi në ditë ose 15 mikrogram. Vitamina C. Vitamina C gjithashtu ndihmon në përthithjen e kolagjenit, e cila e mban lëkurën tuaj më të shëndetshme dhe elastike. Vitamina C gjithashtu lufton radikalet e lira dhe njëkohësisht dëmton shëndetin e lëkurës dhe qelizat e këqija në të gjithë trupin tuaj. Një grua ose një vajzë ka nevojë për 75 mg vitamin C në ditë. Ndërkohë, gjatë shtatzanisë, sasia e kësaj vitamine gjithashtu rritet në 85 mg, ndërsa nënat lëhon nevojitet deri në 120 mg në ditë. Duhanpirësit gjithashtu kanë nevojë për një shtesë doze prej 35 mg nga sasia e përmendur. Vitamina B12. Kjo vitaminë duhet marrë çdo ditë. Ajo gjallëron organizmin, mbron qelizat e trurit, krijon hormone dhe ruaza të kuqe të gjakut. Kjo vitaminë gjendet gjithashtu në burime shtazore. Një grua ka nevojë për 2.4 mikrogram vitamin B12 në ditë, ndërsa ajo shtatzan ka nevojë për 2.6 mikrogram vitaminë në ditë. Vitaminat më të mira për gratë. Pavarësisht ushqyerjes së shëndetshme, shumë gra vuajnë nga mungesa e të paktën një ushqyesi të rëndësishëm. Sipas ekspertëve, çdo grua ka nevojë për 13 vitamina, acide yndyrore dhe njëkohësisht minerale. Këtu përfshihet vitamina A, C, D, E, K dhe B. Ekspertët paralajmërojnë se nëse nuk do të ekzistonin suplementët, 75% e grave do të vuanin nga mungesa e një ose më shumë ushqyesve. Cilat janë vitaminat më të mira për gratë? Mungesa e vitaminave gjithashtu do bëson aftësinë e një gruaje për të mbijetuar lindjes, për të kapërcyer infeksionet dhe për të rimëkëmbur nga sëmundjet. Për shembull, mungesa e vitaminës K dhe e kalciumit e bën një grua më të predispozuar që të vuajë nga osteoporoza. Mungesa e vitaminës A dhe C gjithashtu e dobëson shikimin tek gratë.
Pavarësisht moshës, këto janë vitaminat më të mira që çdo grua duhet të marrë me patjetër. Vitamina C, A dhe E. Këto vitamina gjithashtu futen në grupin e antioksidantëve. Ato luftojnë radikalet e lira që përshpejtojnë plakjen dhe nxisin sëmundje të cilat prekin në zemrën, sytë dhe lëkurën tuaj. Ndërkohë, vitamina D3 po ashtu është një vitaminë mjaft e rëndësishme. Kjo vitaminë merret nga ushqimet si për shembull vezët, produktet e bulmetit dhe njëkohësisht disa kërpudha. Pjesa më e madhe e vitaminës D merret fal ekspozimit në diell dhe gjithashtu vitamina D3 është thelbësore edhe për shëndetin e kockave, të trurit, të humorit dhe ajo ruan ekuilibrat. Ndërkohë, vitamina K është një vitaminë e rëndësishme për parandalimin e sëmundjeve të zemrës, por edhe shëndetit të kockave. Gratë të cilat marrin antibiotik për një kohë të gjatë kanë nivele tepër të ulta të vitaminës K. Ka dy lloje vitaminash K, K1 e cila merret nga perimet dhe K2 e cila merret nga produktet e bulmetit. Vitamina B. Vitamina B e cila përfshin folatin është shumë e rëndësishme për shëndetin e një gruaje. Gjithashtu ato parandalojnë lodhjen dhe përmirësojnë funksionet e trurit. Vitaminat B ju mund t'i gjeni për shembull tek vezët, peshku, mishi, shpargu, agrumet dhe fasulet. Hekuri. Nevoja për hekur tek një grua është më e madhe në ditët e ciklit. Gratë të cilat kanë mungesë të hekurit dhe të vitaminës B12 vuajnë nga imuniteti i dobët, lodhja dhe gjithashtu infeksionet fatale si edhe gjakderdhja e tepërt. Jodi. Ndërkohë, sipas ekspertëve, ju duhet të dini se gratë e moshës 20 deri në 39 vjeç kanë gjithashtu nivele më të ulta të jodit në krahasim me grup moshat e tjera. Ndërkohë, sipas ekspertëve, jodi është jashtëzakonisht i dobishëm për shëndetin e tiroides dhe atë të cilën ju do ta gjeni kryesisht tek produktet e detit. Magnezi. Magnezi është përgjegjës për plot 300 funksione, të cilat janë të rëndësishme në organizëm. Mungesa e tij do të shkaktojë probleme me tretjen dhe po ashtu do të keni stres kronik, pagjumësi, ankth, dhimbje koke dhe konstipacion. Ushqimet e pasura me magnez janë barishtet, fasulet, arrat dhe farat, omega 3. Acidet yndyrore omega 3 dhe omega 6 janë të rëndësishme për trurin, zemrën dhe sistemin imunitar. Përveç suplementeve, këto acide ju mund t'i merrni nëpërmjet konsumit të salmonit, skumbrisë, sardeleve ose peshkut ton. Kalciumi. Kalciumi është i nevojshëm për kockat, kur kombinohet gjithashtu me vitaminën D dhe magnez, ofron një mbrojtje ndaj sëmundjeve të zemrës, osteoporozës, diabetit dhe sëmundjeve të këqija. Kalciumi merret nga qumshti, kosti, brokoli, bamja dhe fasulet. Gjithashtu duhet të konsumoni arrat. Arrat janë ndër ushqimet më të dobishme të cilat vlen për shëndetin e grave. Së pari, ato gjithashtu ndihmojnë me mbajtjen e trupit në peshën e tij të duhur pasi ju ngopin shpejt. Gjithashtu njihen si antidepresiv natyral shumë të mirë. Duke qenë se depresioni është më i përhapur tek gratë se tek burrat, atëherë arrat janë një kurë e mrekullueshme për t'i bërë ballë. Mundohuni që t'i konsumoni çdo ditë një grusht të vogël me arra. Mirëpo duhet të dini informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.